الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. Vëllezër nderuar, e falenderojmë Allahin e madhreshëm xhalla shanu wa xhalla xhelaluhu dhe vetëm prej tij kërkojmë ndihmën se ai është i vetmi krijues, furnizues, rregullues absolut i gjithsaj gjithësie. I qëmë salat dhe salam pejgamberit alayhi salatu wa salam, familjes ti, shokëve ti dhe gjitha tyre muslimanëve cilët e kanë ndjekë rrugën e pejgamberit alayhi salatu wa salam, janë sa dhe asaj rrugë do të mbesin krenarë dhe besnik deri në ditë kur do të takohen me Allahin e madhreshëm xhalla shanu wa xhalla xhelaluhu. Insha Allahu Taala, temët të cilën e kemi zgjedhë sot këshilla e ditës gjuma, në asnjë mënyrë nuk mundemi me ikë për realitetit ton të hidhur prej asaj se çka po ndodh rreth nesh. Se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa man lam yahtam bi umuri al-mu'minina falaysa minhum. Ati që nuk interesojnë punët e muslimanëve, hallet edhe dertet e tyne, aje ka zhvesh vetën prej mesit qenonit besimtar. Prandaj hallet edhe dertet e besimtarëve dhe njerëz të këtij nënqedhi dhe këtij vatani ton, janë dertet edhe gojlet tona, nuk janë vetëm të atyre. Mirë po në rast se interesimi jon i tepërt, i të i kalon kufit e asaj që na duhet preokupohemi dhe të merremi me ta, atëherë është e ndalume. Mirë po në rastin ton konkret, në asnjë mënyrë dhe në asnjë moment nuk mundemi me u shpagu prej kësaj, ose me u shvajcu prej kësaj përgjegjësie që na bjen ne të gjithë si musliman, për atë çka po ndodh në mesin ton. Sepse protagonistët kryesor kësaj janë vllazërit ton, janë njerëz ton, janë familjarë ton. Arsyet pse ndodhin këto, në muj me i shpjegu në për kafehane, edhe në për dyqane, edhe në për oda, në për shtëpiat tona, edhe me i dhonë gjuhës ka të dojmë. Me bo fajtor hyqymetin, me bo fajtor policin, me bo fajtor të shkretit që kanë vujt edhe po vujt. Mirë po, e kemi lyp fajnë të vetvetja jonë edhe me kërku përgjegjësinë tonë që kemi si njerëz edhe si besimtar të këtij vendi. Kur do që të ndodh një e keqe, çfarë do të qoftë ajo? Çfarë të janë pasojat? Ajo ndodh se njerëzit sigurisht se i kanë shkel parimet e krijuesit. Kanë shkel në to parimet cilat me to në bojnë me qenë njerëzi, e pa to me qenë kur gjo ma tepër vetëm se një shtazë e cilat din me folë. Kur gjo ma tepër. Me i shkel parimet Allahit, e ke shkel suksesin, e ke shkel dignitetin, e ke shkel familjen tone, e ke shkel pasuninë dhe lirin tone. Pse ndodhin këto? Njeriu preokupimin kryesor këtë botë, ai që është moshritun, që ka frikën e Allahit, se rinia jonë, frikën ose më të madhe kur të bëhet moshritun, është qysh me dalë, me mashtru, edhe me shnjerëzu, në emën dashnis e bashkëtesës e ku të adjonë të bijat e fisit. Nuk e ka me kriju familje, me shtu umetin si në mëson Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Po thirremi për një të ri i cili duhet me qenë shembull. Për një të ri ideal, i cili mendon me kriju familje, preokupimin e dytë e ka me ushqy familje. Na po ushqojmë familjet tona, po ushqejmë me vllatë tonë. E kemi nisë shtëpinë me themele dobta, edhe po vazhdojmë matutje me masku, me fasada dhe më dobta. I kemi ushqy fëmijët tonë me të gjitha, po jo me frikën edhe dukatën ndaj Zotit xhallashanhu. I kemi ushqy fëmijët tonë me të gjitha, jo me njohjet Allahut xhallashanhu. Ja u kemi zbukuru shtëpitë me tana. Mirë po ja u kemi lënë për mrena të shpraz të gjoksin për asaj që bën njeriu me një vetën njeri. Prej imanit edhe prej besimit. Edhe ai që ka të vend shpraz, shejtani ka me tentu me ja mbush, në qoftë se ai nuk e mbush me atë razinë Allahu xhallashanhu. Shishoni ku kemi mrio njerëz. Shishoni ku kemi mrio vllazën. Në ka bo interneti, PlayStation, lojnë, në kanë bo edukate e familjarëve tonë e fëmijëve tonë. Filmat në kanë bo edukate e darsmëve tonë. Në mes të qytetit, luftohet si kurse në PlayStation. Me anë vërteta. Vritet i pafajshmi, lëndohet kalimtari, frigohet fëmija dhe i dopti edhe i pafuqishmi. Në darsmen tonë, derë dhe trakia harami, si kurse ujë i qesh me mburime. Edhe si rjedhoj, vrahen dasmort, lëndohen gratë, frigohen fëmijë, prishet darsmja, armisohen njerëzit. Pse ndodh kjo? Sepse aty është shkel parimi Allahit. Aty ka hin dytësia për cilës Allahu Rabbul Alamin ka ndalu. Innama al-khamru wal-maisiru wal-azlamu rijsun min amali shejtan. Dytësia dhe punë shejtanit. Aty ku hin dytësia është omelësina e shejtanit. E omel njeriu për çka han omelësinën? Për me ditë vlerën edhe me përfundu shujtjen me gëzim edhe me ëmbël. Shejtani alkoolin e ka omelësinë. Dytësit që Allah i ka qujt i ka omelësina. Aja aty e përmbyll suksesin e tij dhe festën e tij. Sikur se që ndodh X restorantin, X darsmen, ku shejtani e mbyll me sukses të plot shkatrimin e një darsme, shkatrimin e një fillimit një familje që duhet me qenë razit Zotit xhallashanhu. Ose thjesht pse ndodh ajo? Ndodh se kanë qenë të dehun. Ndodh sepse kanë alkoolin e kanë pas pijen kryesor aty. Ndodh sepse janë tubu në gëzimin familjar njerëz të panjoftur. I kanë ftu njerëz të panjoftur, pastaj kanë dashur me çu nerin e tyre që e kanë shkel me vrasje, me therrje, me rrahje, me shamje e të mëzheshme. Vllazët nderu, shiqoni çka ndodh. Në shumë raste janë të implikuar njerëzit që mendojnë që kanë frikën e Allahit. E shohim me petkun e muslimanit. E shohim me ato i cili duhet me qenë shembulli i gjithëve. Mirë po ja që po del se nuk është kuptu drejt imani. Nuk është kuptu drejt takvallaku. Nuk është kuptu drejt se si duhet me qenë njeri, si duhet me qenë musliman, si duhet me eduku edhe me të largu namazi edhe xhamia për punëve të këqija. Sepse Allah xhallashanhu po thot inna salata yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Namazi ndalon prej punëve të këqija, prej imoralitetit, prej punëve që nuk i don Allahu, edhe ta shëron hidhrimin, inatin, zili, mërin që kimi tjetërin. Në qoftë se namazi jonë nuk në i shëron këto, duhet me i ra vetit mas. Duhet me i ra vetit mas, më kujtu pse namazi im hala se kam ri këtë rezultat. E ajo është pasoj e mos kuptumi drejt fjales takva. Mos kuptumi drejt fjales i devotshëm. Po e kemi marrë devotshmëri me ardhë me u falë, edhe kur dalë ky namazi jam me qenë bulesh për këtë punë të këqija që kom i boja xhamie. Jo vllai nderuar. Jo njeri
Jo musliman, jo shqiptar, se s'ta ban as feja, as tradita nuk t'i ban punë të këshia. Kanuni, cilën thirrën i pjesa në një e shqiptarve, është shumë rigoroz në shkeljet tilla që bëhen, morale dhe njerëzore. Ka arë sheriati, është shumë i butë, se sa kanuni. Mirë po ka ardhë me prishat ngurëcin e njerëzve, me izbut zemrat e tyne, edhe me tregu atë ombelsin, atë letësin, atë knasin, atë sigurin që ta ofron Islami dhe besimin Zotin Gjellëshan. E kanë pyet Aliun radiallahu ta'ala anhu, qysh është takvaja, qysh është devotshmëria, ose çka nënkupton devotshmëria? Ajo është përgjigje thjesht. Al khawfu min al jalil, frika prej Allahut, prej ndëshkimit ti në ditën kur do të del para ti. Sepse ti mundesh me pas pare, me gjetë, me dhonë rishvetin, me bodhë një krim tjetër, me mashtru pushtetin edhe me i bojnë edhe me ikë. Mirë po nuk do të mundesh asnjë moment me ikë për ati caktimit edhe gjykimit absolut, daljes për Allahut madhërisht Gjellëshan. Me pas frikën e kësaj dite, në çdo moment ku t'jesh, në çdo vend ku t'jesh, jo vetëm ku ka frikë prej njerëzve dhe prej rojeve. Sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po thotë ittaqullaha haythu ma kuntum, frikojuni Allahut kudo që t'jeni. Në qoftë në shtëpinë i mbrojtur edhe i mshëlur mas dyrët blindume, në qoftë në mesin e bodyguardëve dhe rojeve të armatosura, ose në qoftë në shkretin, ose në malin i rrethuar me egërsina. Gjithkund duhet ta kesh frikën e Allahut në formën e mënyrën që e lyp vendi. Pastaj wala amalu bit tanzil. Edhe me punu dhe puna jote, veprimi yt me qenë konfort të asaj që Allahu ka urdhëruar. Besimi nuk është mas për mshef mastinën. Besimi është ideja, besimi është qëndrimi, kur njeriu nuk guxon me bëni punë të keq që haftas, besimi e mban të kujdesem mos me bëha dhe msheftas, mos me bëha ku nuk e shohin tjerë. Çfarë është besimi? Çfarë është imani? Çfarë na nxjerr mos me qenë munafik? Përndryshe, qofse unë e vaj një punë para jush, më u lavdu, dërsa mas jush e bëjt kundërtën, është munafik? Njeriu nuk e bën sezja besimtar, nëse nuk është sezja sinqert. Njeriu nuk e bën xhamia musliman nëse punët e tjera i kanë kundërshtim me të. Ai mund të pretendoj, mirë po në asnjë mënyrë nuk mund të jetë ai i cili po thotë vërtetën nëse edhe punët e tij nuk përputhen si haptas si mshef me atë çka e ka thonë zemra e tij dhe çka van imani i tij. Pastaj çka thot takvaja? Ar-ridha bi qalil. Më pajtu me ato pak e shumë sa ta ka dhënë Allahi. Mos me këshyr tjetrin. Këshyre për shembull të mirë, edhe inspirohu. Këshyre për shembull të ligë edhe largohu. Po në asnjë mënyrë me qëllime të caktuara që me shtu me zor të rrezikun që nuk ta ka bënë nasip Allahi. Se ti e bane, po se bane një punë tillë, rreziku nuk ka më ardhur më tepër se sa që e ka caktuar Rabbul Alamin. Prandaj më pajtu me atë që është pak, po që e ke prej Allahit, me cilën flan i qetë, zgjohesh i qetë, del para njerëzve faqeban, edhe takon Allahin jo me koktulun, po me ftyrë të ndritun, edhe i gëzum me atë se çka do të gjeshte Allahu Rabbul Alamin. Pastaj wal istidadu li yawmir rahil. Edhe më u bë gati për ditën që kemi të gjithë me dalë për i këtuhit. Ditën e udhëtimit, udhëtimi i cili prej fillimit e mbarim do të jetë i mbulur me veprimet edhe qëndrimet e tua në dynjë. Sepse do të jetë momenti dhe dita ose udhëtimi i cili kemi taku Rabbul Alaminin. Kime u përgjigj për veprat e mira dhe kime u gëzu për to, kime u përgjigj për veprat e liga edhe kime u dëshpëru. Kime dëshiru kthimin në dynjë, kime dashtë. Mirë po ja që një gjë atil nuk është e mundshme. Prandaj shfrytëzoni këto momente, ushqeni vetveten e juaj dhe familjet e juaja me iman, sepse ushqimi i vërtet
që të mban gjallë është imani, nuk është ajo ushqimit që hajë në shtëpi. Qofshin pemë ose perimë ose mish, po është imani, i cili të mban gjallë, sepse me miliona x raste kemi ku njerëzit i kanë ushqimin, e kanë komoditetin, i kanë të gjitha punët e dynjas dispozicion me i bë, mirë po nuk e kanë atë që e mban gjallë imanin edhe besimin. Imani edhe besimi të mban gjallë. Imani edhe besimi e ruan tjetrin prej teje. Imani edhe besimi e respekton gjithë secilin. I bën të mirë dhe kupton sa është e vlefshme dhe drejt e mira. Shpesh herë kemi menduar se e mirë është me ja kthy njerit një të mirë që ta ka bë. E mirë është me i bë gjithë secilit që e shef në rrugë, gjitha janë të mira. Kur e kanë pyetur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, cila është më e mira unë? Ka thënë me i bë sabër zullumit të koqësisë, njerit që ki masafër. Jo me ju kundërvy, po me i bë sabër zullumit ti. Sepse na shpesh herë kur na bëhet një zullum, përgjigjen e vetme kemi me ja kthy një zullum me një zullum më të madh. Nuk kemi qenë gjendje me fitu mirësi e madhe që na ka garantuar dhe ka kërkuar për nesër Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Për këto se në ndodhin këto s'ka po i shohim. Nuk kemi pse me pyet gjatë, sepse jemi besimtar, edhe të gjitha veprat që bëhen, edhe ndodhin fatkesi, edhe ndodhin krime, të gjitha janë kundërshtim. Edhe me besimin tonë islam pa diskutueshëm, po edhe me traditën tonë si shqiptarë dhe si musliman. Prandaj vëllezër të nderuar, na nuk mund me lyp fajin tjetër kon. Na nuk mund me fajsu kërkon tjetër. Na nuk duhet me lyp fajin të tjerët e veten me lanë të mirë. Sepse ai që mendon, sa është vetë i mirë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr vrejtje për këtë sen. Thot men qale halaka an-nasu fa huwa ahlakuhum. Ai ti cilit shoqënia i do këtë shkatrume, le ta din se është mesin e ty më i shkatrume, sepse s'po shak kushtot mirë mesin e dyne. Na po shohim të mirë. Na po dëshirojmë të mirë. Mirë po na dhem kjo s'ka po ndodh, është përdhimje edhe për dëshpërim, sepse një shoqëni si na e vujtune, e stërvujtune prej gjakut edhe prej krimit dhe prej zullumit, më ndodh këto sot ditë kur po kujtojmë me mësu liri. Atëherë me shumë të drejtë. Kuptimin e moralit të atyre cilët ende vazhdojnë me në i zhagit eshnat e madashtimet tonë. Ende vazhdojnë me në i zhagit të drejta tona që i kemi. Ende vazhdojnë me në lonë lypsar e dyrëve të Evropës edhe të Amerikës. I falenderoj për këtë që ka kanë ofru këti populli, për këtë liri, që s'podim me vlerësua dhe s'podojnë me dit me egzu, për shkak të sjelljeve tona, me gjitha tona kanë bërë shumë, sepse hala në lënë lypsarët e tyne. Për dhe vëllezër në rrugë, nuk është çudi pse ndodhin këto. Sepse na nuk ja kemi këta, nuk podojmë me qenë vetvetja. Na nuk podojmë me qenë edukata jonë, Kur'ani edhe suneti e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Na podojmë me qenë edukata jonë, Kur'ani jonë, interneti. Namazi jonë, serialet. Sjellja jonë, filmat. Sadaka jonë, kamatat edhe rishfetet. Shiqoni që kemi bo, që kemi ndru destinacionin, e gjitha dhe që ka duhet me qenë pjesë e muslimanit, prandaj të gjitha këto prodhojnë atë që nuk është razia Allahin madhëshin gjellëshanë. E kemi haru fjallën vëlla që të thot një iman. A di shka dhe me thonë fjallë Allah në iman, në besim. E kom përmen me qindra herë për këtimi mberi. Hijretin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka shku në Medinë dhe i ka vllaznu muslimanët, që njoft njerëz pa njofshëm, po i ka vllaznu për hatër Zotit. A dini çka kanë bërë ata? E ka marrë vllaun për dorë dhe i ka thonë unë kam një dhomë në shtëpi, cila krahët vjen më mirë me flet, ti se du me ta fal, me nda për gjysmë. S'kan pas pallate si na. S'kan pas shtëpia 5 katëse. E kanë pas një dhomë të mlume me fleta hurmash, edhe të rrethume me dhe dhe me kasht.
E kanë da për zhysi, ka thonë vllaut, o vlla jem, cili krant vjen më mirë me flejt ty. Edhe ja ka falë që ato që e ka dasht. E ka qunë kopshtin e hurmave. Ka thonë që to hurme janë më të pleshme, bojnë më shumë, edhe më të mira, që to janë më të dobta. Merrit ti që to së ndime i punu, bojnë balla dhe këto. Ja ka thonë më të mirën. Derisa e ka pa i ri edhe i fuqishëm, i ka thonë i kam 2 gra. Cila po të pelqen, dahna unë besaj e martoh ti, mos i pa martu vlaja. E na s'ka ndodhë, sa, s'ka bojmë nësa. Për 1 centimetr toke derdhim zhakun e bancë edhe të vllaut edhe të kusherinit edhe dajes edhe të familjarit. S'fa vlla zilaku është taj. I rejsen. E shifin se gjaku nuk të bëj ka lidhe, nuk po të bëj ka lidhe gjaku. Nuk të mojnë lidhe gjaku nëse s'ka iman. Mje po lidhja vetme, e cila i bashkon njerëzit, prej lidhjes në përëndim, është besimin Zotit Gjellëshan. Prandaj kultivojeni atë lidhje, forcojeni atë lidhje. Mos e shkput një lidhjen me Allahun, sepse shkut me lidhjes me Allahun të lënë në mulli, të lënë sikur njeriu i cili humb në mjegull dhe nuk din me gjetë rrugën. E ajo shkut jo shumë e kollajshme po ndodhte në. Shkojmë kafehane, ngihemi raki. Silemi ditën e xumar rreth xhamis, e nuk ulemi me ju për ullë Rabbul Aleminit, i cili ta jep bereqetin edhe ta merr. Thret ezani 5 herë në ditë, ti kush prej tyne i tremen edhe fëmijë, nuk është i tremen fëmijë, i tremet shejtanin zemrën e tij waliadhu billah. Edhe si lën qetësi, edhe i del kohë, edhe i del mund me ardh edhe me u anku se po e pengon ezani. Mirë, kafehanet edhe muzika, në shtëpi 24 orë, edhe në rrugë 24 orë, nuk po të pengojnë, ezani 2 minuta 5 herë në ditë, koka shumë i mërzitshëm, përderisa fjala Allahut e bëha mërzitshme, atëherë shejtanin e mërzit fjala Allahut. Shejtanin e frigon, shejtanin e shqetëson, sepse ai ka qitë terezi punë në ty edhe në familjen tonë edhe shoqërinë tonë, edhe ezani i pengon atina. Prandaj vllazën nderuar, mos e lypni ilaçin mungesën të tjerë, lypni vetveten e juaj, në rrethin e juaj, në shpirtin e juaj, familjen e juaj. E mos rini të i gjyku ata që kanë kalu, ose do të kalojnë në ahiret për pasojat e veprave tyne. Po frigojeni, mrijeni, arrijeni kohën sa ende nuk ka kalu. Sepse kur të kalon ajo kohë, nuk ka kohë për ndrime, as për ndryshime, as për përmirësime. E lutim Allahin e madhreshëm Gjellëshanu Gjellëshalu që të na bën ne dhe juve për atyre që e kuptojnë fjalën vërtet çka do të thotë iman dhe çka do të thotë takva. I përbahemi fjalës Allahut, as na kemi mundësi edhe porosisë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe ndalohemi prej të këqijave ashtu sikur se na ka urdhëruar Allahu edhe na ka mësuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim. Allah. Alhamdulillahi awwalihi wa akhirihi wa salatu wa salamu ala nabihi alladhi la nabiyya ba'da. E falenderojmë Allahin e madhreshëm Gjellëshanu Gjellëgjalu, ashtu se e falenderoj Ademi alayhi salatu wa salam herën e parë, insha Allah ta'ala do ta kemi nasibë mujesser, që duaja jonë e fundit ty të xhenetit jetën alhamdulillahi rabbil alamin. Vëllezër nderuar, pas të merremi me atë që ka kalu, me atë e cila ka përfunduar dhe nuk mund të kthehet e të përmirësohet, po ta shfrytëzojmë këtë pjesë të shkurt ymrit që na ka mbetë deri në takimin me Allahin, që ta përmirësojmë vetveten, ta ruajmë vetveten edhe familjen tonë. Sepse ajo që ka kalu është e pakëthyeshme për ne edhe për gjithë dynjon, sepse rregulli i dynjos është i tillë, ajo që ka vazhdon do të kalojë edhe do të harrohet, e ardhmja është ajo e cilët na duhet me ngrit shiqimin edhe me shiku. Në Medinë, kur kanë ardhur sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam
Prap po lidhem aty ku I ka vllaznu pejgamberi sa ka vdek një ani për atyre vllaznive, ka vdek ai muhaxhiri. E kanë vorosë dhe janë lutë që shkanë ditë dhe kanë bashkë dhe I kanë mësu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas një javë ka vdek edhe tjetëri. Janë shku sahabet dhe I kanë kryt gjitha ato obligimet që I kanë pas sikur se për të pare. Edhe I ka pyet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edhe ju ka thënë ma dha da'utum lehu. Shka jeni lutë për këtë vllau tash? I kanë thonë, ja Rasulullah, na u lutem se Allah I me bashku në xhenet me ato që ka shku para tina. Ka thonë, njerë për ju, ku met një javë ditë në dynje, ku met namazi ti një javë, ku met në gjinimi ti një javë, ku met duaja ti një javë, ku met sadaka ti në gjatë një javë që ka jetu në dynje. Shqyqoni sfar ferë ku sfar dalimi, një javë me qenë dynje sfar dalimi ka. Një moment me jetu në dynja ma gjatë po me jetu në razit të Rabbul Aleminit është shumë I madhë edhe ndryshimi do t'jeti madhë në akhiret. Përndaj mësu merri me t'kalume me ato që ka ndodhë. Merri me shërimin e plagës, me kurim të klot, me idhoni lachet mira, cilat kanë me shëru mirë edhe kanë me në dhonë të mira në tardhme. Ata që kanë kalu, lutuni për Allah, lutuni të Allah Gjellëshanu që të këtë bo rahmet shpirtin e tyne. Lutuni që Allah të shpërblej për veprat e tyne në fina në gjennetet edhe të amnistaj edhe të falë për veprat e tyre të liga. Kjo është ajo që kanë duhet neve sot, e jo me dalë edhe me I gjyku, sepse gjyku se absolut është Rabbul Alemini. Allahumma izzat Islam wal muslimin, wa dhilla shirka wal mushrikin. Allahumma ansurna man nasara ad-din. Elusim Allahin e madhërisëm Gjellëshanu që të ndihmoj Islamin edhe musliman. Të ndihmoj të gjitha ta cilët e ndihmun e përkrahën nuk e haron njën I tjetën. Elusim Allahin e madhërisëm Gjellëshanu që të shërojt smunët tanë, të mshirojt vdekurit tanë, të lirojt burgosurit tanë, të gëzoj ose spaku të I pajtoj zemrat të gjitha tyre cilët enden angth po presin lajmet për madoshin e tyne. Elusim Allahin e madhërisëm Gjellëshanu që të gjithë musliman, kudo që po vujnë botë, prej kthetrave të egrat pushtuzve edhe të zullumçarëve, qofshin për mesit tyne ose jashtë tyne që Allah Gjellëshanu sa ma shbejt të liroj për ati zullumi. Elusim Allahin e madhërisëm Gjellëshanu që ne edhe juët në bëj për atyre që të kuptojnë drejt, të qenën fjallën e qenën besimtar, edhe kuptojnë drejt se cila është sjellja e jonë që duhet me qenë si besimtari Allahut madhërisëm Gjellëshanu. وصلوا على نبيكم كما أمركم الله حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم